Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, zhvilloi sot një takim koordinues me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, në kuadër të masave për përballimin e situatës që pritet të krijohet nga moti i keq në ditët në vijim. Sipas Ballukut, parashikohen rreshje me intensitet të lartë për pothuajse 48 orë. Agravimi i situatës nga moti i keq pritet të nisë nga ora 1 e mbrëmjes nga veriu dhe të përhapet në verilindje. Për sa i përket situatës të motit, Shqipëria do përfshihet nga një front atmosferik i ulët, në rreshje me intensitet të lartë dhe me shpejtësi të lartë ere gjithashtu. Pritet që kjo situatë të nisë në orët e vona të natës sonte, por nga ora 1 e mbrëmjes, pra ose në të gdhirë të datës 18, do të kemi një agravim të situatës, i cili nis nga veriu. Duke nisur nga veriu dhe më pas përhapet në verilindje, ne kemi të dhënat të cilat vinë edhe nga korporata elektroenergjetike shqiptare, që ka analizuar të gjithë situatën sigurisht për arsye të mbushjes së basenit, edhe të gjitha volumeve që do kemi dhe që do na duhet që të elaborojmë. Për këtë arsye ju bëjmë dije se duhet nisur nga data 11 nëntor, korporata elektroenergjetike shqiptare ka filluar që të ulë nivelet në basenin e Komanit dhe basenin e Vallt të Tejës, për të krijuar volume të lira për gjithçka që do vinë nga prurjet anësore të prenjve, që është e pjesa më e rrezikshme për sa i përket këtyre prurjeve. Situata parashikohet që të ketë intensitet të lartë në zonën veriore dhe verilindore në rreshje, që kalojnë mbi 30 mm, në ndërkohë që edhe kozjatja e tyre në lokacionin që sapo përmenda do të jetë pothuajse 48 orë. Me një shpërndarje pastaj të gjerë në pjesën juglindore të vendit, edhe në pjesën jugore, ku intensiteti rritet pas datës 19. Megjithatë, unë do ndaloja vetëm për një moment, pasi të kaloj fjalën juve, do të ndaloja në situatën e fushë Shkodrës. Kanë marrë masat nga kesh për të krijuar volume në të dy basenet dhe për të mbledhur kështu ujin pa shënë nevoja që ta hapen portat. Megjithatë, intensiteti në atë zonë, pra në gjithë zonën e Kaskadës, do të jetë shumë i lartë. Nga ana tjetër, duhet pasur parasysh që shikojmë një rritje të intensitetit në zonën e jugut, por më shumë në zonën e Himarës dhe të Sarandës, ndërkohë që për sa i përket zonës së Fierit dhe zonës të Vlorës, dy zona gjithashtu sensitive për sa i përket përmbytjeve për shkak edhe të shtratit Vjosës, duket që intensiteti do të jetë më i ulët.